Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë vjen papritur në jetën tuaj? Pra çfarë është ajo diçka e papritur që vjen në jetën tuaj? Jeni në një lidhje të komplikuar dhe personi juaj i zemrës është pak i mërzitur, është pak i lënduar, ka marrë lëndime personi juaj i zemrës, është i mërzitur në vetminë e tij. Pra ju e keni mërzitur, diçka ka ndodhur midis jush. Ky mashkull juve ju shikon si një princeshe monedhës, një femër ideale për të, dhe ky vjen shumë shpejt në mënyrë të befasishme të papritur drejt teje, dhe pse e keni mërzitur, ky vjen për t'ju shprehur atë pasionin e madh, atë dashurinë e madhe që ka me ju, sepse tek ty ky ka gjetur paqen, ka gjetur qetësinë, harmoninë, dashurinë e tij të munguar prej kohësh. Një lajm transformimi nga ky pëllum i paqes vjen në jetën tuaj, që do bëjë një ndryshim drastik në jetën tuaj, në lidhjen tuaj. Është i fokusuar shumë tek pjesa e punës dhe atje ku është, se jeni larg, është një person shumë i drejtë, që ju do fort, është një person shpirtëror, një person që do familje, ka mendime shumë pozitive për ju, dhe pse është i larguar, mendjen e ka tek ju në çdo moment. Me kë rezonon kjo histori? Me këshën, me peshoren, me akrepin, me dashin, me binjakët, me shigjetarin, me gaforen dhe me peshqit. Kurse me gërmat, mund të rezonoj me gërmën R, gërmën G, gërmën K, Q, N, F, V, F, Z, M, A, T, G, L, N, Sh, gërmën I,